Prej gati 20 vitesh Resul Pasha merret me kultivimin e frutave dhe perimeve. 68 vjeçari ka ndërtuar prej vitesh një eksperiencë në bujqësi, duke u fokusuar në prodhime të ndryshme sezonale që i kultivon në tokën e tij. Prej rreth 3 vitesh ai ka nisur edhe tregtimin e produkteve të tij në anë të rrugës, duke u përpjekur t'i shes drejt për drejt konsumatorëve. Këtë vit ai ka kultivuar rreth 2 hektar tokë, por shprehet se po përballet me vështirësi në shitjen e të gjithë prodhimit. Me këto kam gati 20 vjetë që në anë të rrugës të vajta 3 vjetë. Si ka qenë prodhimi si vjetë? Prodhimi ka plot, po t'i marrë të mbush kanalin aty, dhe po hanë derat në fush atje, s'ka treg fare, s'ka kushta marrë, kushta ashtu. Pondor s'ka. Janë bërë aq pishmend që kanë bjellë si vjetë, 3 shpenzime që kanë bërë. Janë 2 hektare gjysmë vetë me sharqie me pjepër, po kalbën në parcel aty. Ka tëra ka pjepër, sharqie, domate, speca. Po kërdes ato duhet të rishte koka. Duhet punë, shumë punë, pondor s'ka. Kështu që jemi detyruar të dorëzohemi. Resul Pasha tregon se përpiqet i tregtoj produktet si në tregun e Gjirokastrës, ashtu edhe në anë të rrugës në zonën e Dropullit, kur ka edhe kërkesën më të lartë. Megjithatë, sipas tij nuk arrin të shes të gjithë prodhimin, duke rrezikuar që një pjesë e mirë të shkojë dëm. Ata që e dinë që është prodhim bio gjithashtu, qëndrojnë vilemarin. Në treg i çoj Gjirokastër, çoj pjeprin në mëngjes atje, shes 10 kg dhe vi prapë. Dhe tani sa qëndroni këtu? Gjendoj deri në ora 1, pasa fillova pas rrjedh me këtu, ndizet flak. Rasti Resul Pashës nxjerr në pa vështirësitë që hasin fermerët në tregtimin e prodhimeve bujqësore, pavarësisht punës dhe investimit të bërë gjatë gjithë vitit. Mungesa e tregjeve të sigurta dhe e kanaleve të qëndrueshme të shitjes mbetet një sfidë e vazhdueshme për bujqësinë në këtë zonë.